Ma i vogli ishke 3 vjetë, 4 vjetë ka pas. A i mi ka shkirë gjishtet e kamës, kom këzu me këqyër. Vetëm lotë shkojshet të poshtë, po kërkojnë dimu në pjatynve. Ata mu mos më njoftë hiq as një fije. As baba, as vllavi nonës. Po më thaj kush je ti? Kër më tharë mu kush je ti, atëherë unë thash puna eme pas ka marrë fundë, pas ka kur gjopi me ema. A i quët, për herë të parë për Republike Juve, emrin atina, Novica Krstiq. E të kanë fillu e 6 kalasha rafal kanë gjujtë, deri kur na kanë rëzut gjithë. Do të thotë nuk ka pas ko as me bërtit aty as njani hiq. Unë jam Selami Elshani, fshati Treti, i mbejaturi i masakrës Krushës Madhe. Maltretimet në Krushës Madhe kanë fillu e qyrëve me 24 mars, me bombardimin e NATO, kur ka fillu bombardimi i NATO-s. Unë ishë në Isterhun në Krushës Madhe, me familje ishë. Paka shumë e dishna se jemi rritna me këta, edhe e dishim qëllimin ku e kanë ta, çka dojnë me vepru të na. Shkëtrimin i rinis e kishin. Me qenë se me 25 mars, veç magistralen Prizren Gjakova ta blokuan me artilleri të ronda, edhe shtetë rrethimin e Krushës Madhe shtinën, me ushtri. Me 25 mars, në mramje, prej shtëpisë dajës jemi largue. Une me 3 djemë dajës tem, të ndjertë. Edhe strehom me një prunë në periferi të fshatit në lagja e Nallëve. Aty diku kemi qenë 500 antarë. Në atë prunë, kemi qëndru deri ka mesi i natës. Në mesin e natës, na hyp ushtria mbi kokë si orlat. Edhe kërkojnë dorëzimin e neve. Edhe dikush për neve e ka qunë një shajt bardha, dorëzohemi, se s'kishim zgjidhje, se ata kishin atë mundësi edhe për zgjalli më në varros. Edhe dorëzohemi edhe dalga dal, fillojmë me dalë aty. Edhe na futin me një shtëpi, ku sot nuk ekziston e shtëpi aty, të gjithëve në shtinë mrenda aty, te para se me lind dielli. Ku lind dielli, na qesin për jashta dhe na bojnë ndamjen. Bojnë ndamjen e mashkuj dhe femnave. Deri në atë moment, familja jame personale nuk ka qenë aty. Ka qenë të dajtë e mistre unë. Po, i kishin të buë, kretë i kishin prunë qatë lagje, shukja. Në atë lagje, është një rrugë në mes 2 mure, është. Ata i kishin bo planifikimet, këtë qka me pru me neve, se para se me në ashtin atë rrugën, na kontrollojnë kretë. Qka kishin me vlerë, pa vlerë. Me vlerë qka kishin e mirëshim. Pa vlerë, e gjushin me një automjet që i kishin ata aty, mbi atë automjetin i gjushin. Në të ajo automjeti aty ishke edhe një sërb i fshatit Zërqisht, që unë ata njifna shumë mirë. A i quët, për herë të parë për Republike Juve, emrin atina, Novica Krstiq, tash është lërgun në Serbi sigurisht është. Edhe në atë rrugën aty ku ju të tregova, vetëm mashqit në ashtin neve, në ulin 2 rreshta mbi rrugë, 3 rreshta mbi rrugë, vetëm një koridore, në mesin tonë. Qëllimin, familjen me shtinja aty, me të kallë për zgjallin njerë, me të kallë, e masal nena, me neve me vëprushkadojnë. Edhe fillojnë familjet mi aty, që aty, djallë, se 2 djemë mi ka dhonë mua zoti koshin falë, ma i vogli ishke 3 vjetë, 4 vjetë ka pas, a i mi ka shkirë gjishtet e kamës, kom këzu me këqyër. Vetëm lotë shkojshet të poshtë, pse edhe ata dishin edhe na dishin se çka do të botë, çka do të ndodhë me neve. Kalojnë familjet, i qojnë në xhami, i mbyllin atje, neve me një obor, me njerë në rrugë aty në oborin e Agji Qerkinit, na shtinë gjithë mashqë aty. Si mashqë aty kemi qenë diku rreth 200, prafërsisht, si mashqë, për masë. Edhe si him në atë obor aty,
na maltretojnë, na rrahin, na kishtretrojnë. Gjitha sëndet më të këqia shka ekzistojnë. Herë na shtin me rap për ftyrë për toke, herë na qojnë, herë na rrejnë. Unë a ditë e sot që kur këmë dore në thëmi akon këtu, që ma kanë thëvje. Me një kohë caktu ne ishim në pozicion të shtënim, sa ishim të shtërin aty disa djemë të ri, veç i prekshin me tytë automatit e i qitshin për jashta. Për mës me mujtë na mi pasë ku shonë ata djemë. Po. Ata i kanë qitë për jashta ata djemë, po ata mos jem krytë të nama ata. Unë kishna probleme me boshtin korrizor kishna. Rishna stabil, boshna lëvizje. Me një moment e kom shtit kokën në mjetë krahut, ka shtit dyrëve të borës aty ku ishin të najtë. Ideali ati pronari shpijes aty, ajë për fat keq, nuk është gjallë, nuk ekziston. Kish pas dy duart te këtu me gjakë kish pas. Para mendimet e mia, jo që e kom pa, vetëm që ata djemi kanë ekzekutu dhe i kanë shti barqen kofoma, ku ta dionim. Para mendimet e mia ato ishin, se jo që e kom pa ato. Edhe aty na kanë majtë në ato borë neve me orë të tëra. Deri ku para mramjes. Kur ju erdhi ai momenti aty nëse ata gjithë çka se gjuhë serbe e kuptoi. Edhe i kuptojnë nga këtë që ka po flasin. Edhe thoshin, ma shpet t'i krym punë se po na presin shumë punë. Do të thotë që me ekzekutu masakra tjera. Edhe na qojnë neve në kom, na ndajnë në grupacione na dajnë. Një grup na dajnë si misafir, një grup e dajnë pleq 60 vjetet e përpjet, edhe ka pas në moshën 16 vjet ka pas. Dëmon, grupin e moshën 16 vjet edhe moshën 6 vjet ju bëjnë bashkë. Kurse shumicën mas, që edhe sot për fat keq mungojnë, ata kanë qenë me numër më të madh kanë qenë. Na kemi qenë diku rreth 20 kemi qenë. Pra afërsisht si mas masës, s'ki pas kohas me numëru aty po. Edhe në grupin tonë që ishim në ata 20 e neve në kontrolin edhe një herë, që ato botë me qenë se s'kishim asgjë, edhe direkt në thonë ju vini për pushkatim. Po. Edhe në ndajnë tash neve ku i qim para pa vendat ata që ka me bo me neve. Neve në qojnë me një ahur gjonve aty, edhe moshën 60 vjetët ata tjenë të ri, ju e për urdhën jeni të lirë, kushe moshën atë mire, si e thënë, djemë të ri, si e thënë, me ata veç zoti edhe ata din shka ka ndohë. Me rajt, muj me rajta me kalzu drejtësi, se s'kom pa. Kur neve në qojnë atë ahurin aty, një policë sërb në rritë e koka në rri aty, me kalash, në kërcënon, unë edhe e shpreja dëshiren me folë me ta. Gjuhën sërbe. U duke mi thonë edhe zotni. Asha ka mundësi me bo një biset me ty, o thash me ta bo halli dikun e porë, ti më shoj kalashit për jetë po gjuhën për ronë. Në atë mënyrë ai u agresu ma tepër. Edhe raportojti me njerë nga na. Po me gjujt jo. Edhe ty shtina me ata me fjalë, kur hinën edhe 6 policë tjerë. Atyre kanë bërë rreshtimin para neve, diku 3 metra largësi kemi pas, edhe kanë kry pushkatim me paramendim, me komandë, me urdhë kanë kry. Për fatin tem, ka desht Allah njerë më qitë tokë zeze, kur e ka qitë plumin e parë një policë, pa e odhë në urdhën ai, unë e kom ra me ftyrë për tokë e kom ra. Pa më rok plumi. Për shokët mi dikon e ka rok e plum. E të e kanë fillu e 6 kalasha rafal kanë gjujtë, deri ku na kanë rëzut gjithë. Do të thotë nuk ka pas ko as me bërtit aty as njani hiq. Mua dhe më binë kufomët bi trup, edhe po foli vetë me veti unë në qovë se është nevoja, me orë të tëra do të rri vetë që në të lërgore ata, dish, po nuk ish kona ajo ashtu.
Ai komanduesi që jep ke komandën aty ne, pjo thot aty ne, a jemi të sigur që janë pushkatun kret. Ata po thonë po, ky po thot jo. Si jemi të sigurt. Atëherë na ka dhënë dhe ka njoh për srati. Atëherë më ka prek një plumë në shpatull, po jo direkt në trup, në tikun, kështu adish, po diqke, qatë shumë po diqke plumi si jasë në zjam, si jam djekës, se kom nëja djekësin. Edhe tash ta imi definitiv që këtu s'ka të gjallë ma. Pjo dhe jep urdhën atyne që shkoni njoni merr një benzin, këta tjetë me hudhë talë mbi neve. A pasha ty e vërtetova që më të vërtet tu, po dhe kënë mi hupë gjurët me kakret. Kur në ka qitë talë për mi, unë nike zanë, vetëm zanë. Me dalu që ka po folës, mu ishe me dalu se ngarkes e madhe. Kur kanë hudhë benzinin, e niq në aromën. Ata e kanë shtif lakën edhe ishe në largu ata, po unë nuk dish në asë gjamë, shka po ndodhë më për jashta. Unë edhe kur filloj temperatura e marrë me të madhe, lutat e Zoti edhe njëherë, që më mdhonë forcë, më mdhonë, po kisha problem largimin e kufoma, dhe ngarkes e talëve, ishka problem. Po, i madhi Zotë më kanë ndihmuar, i kom largu kufoma dhe jam rrotullu në pozicion në kokër shpinës. Atëherë më kisha flaka dikun një 10 cm mbi trup. Do të thotë që aty benzini ka arrit, e u kallë ke përpjetë. Edhe njëherë u lutat e Zotit, thash, më dhonë forcë, e kom qaf flakën, me 2 dur, aty këshna pas diku 5-6 cm prush, mbi trupa. Jëm qunë në mesin e 2 flakës, aty në 2 gujzat jë mund që e di vetëm një bërtim që më ka shkua, këtë në flakë ishna, edhe mo, as kom pas vedije, as forcë, as gjë, hiq. Që shkon dalë pi zjamit në qatë dhamë, veç Allah e di një, se unë zri. Kjo punë ka zgatë me sekonda. Kërë kom pa vetin, jashtë flakës. Ty kallë trupi, teshat, atëherë kom fillu me hekur teshat, kur fillova teshat me hek, likura durve, me thoj me kretë ra aty. Edhe qatë vinjak e kom lonë, qatë ty e kom lonë, atë vinjakin temë. E qaj vinjak, kogja buj ka bo, kur ka një forcat e natës të da. Se ka pas në shpinë një si orë le ka pas. Ata kanë mënu që jem konë në ushtari u qëkës. Edhe, kur dalu në pizjamit, i heki teshat, ku me shku? Temperaturë ekstrem. Ai ahër aty ku imi përshkatu, në ka pas një ditarë për prunit, edhe dula nënën e pronit anërëne, se nuk dishna për jashtë, a ka polica s'ka. Diku 10-15 minuta kom najtë aty, ma të pëskomujt me qëndru, për temperaturës, edhe kom hestë në praborat aty në atë lagjen, në gunjza dhe nduar. Me qënë se s'kish pas, ma të përsa kish shku me kry qere përshkatime ata, qere ekzekutime me bo. Edhe dalë në për atë lagje une, këqyri, mas ka jetë diku që i gjallë, se e shileve vetën që unë përshkojve që të poshtë. Par fatë keq aty të gjallën zgjeta vetëm pushkatun, masakrun. Qashtu i djekun qëllimin e kishna unë me shku në gjami. Se në gjami e kërë familja, myrilisën, si të me një fjallë, blokun. Edhe kom shku në gjami, para gjami dhe krushës madhe është rruga si kryqëzorë. Unë edhe kur shkoj aty, tentoj me hinë gjami, po e një disa zana që po flitet, po nuk mu ishte me dalua Shqipa Serbisht, po flitet. Edhe jem këthyjet të mas, qatë kryqëzim, po nale po mendona që ka me vëpru, ku me shku, të erë veç filloj t'i mera. Trupi po shkon të poshtë, mora vendim me shku të shkijet poshtë, se më përshkatru policia. Se s'kish në zgjidhe tjetër. Rruga është si të poshtë dhe pijamija, se keni vrejtë dhe ju vetë që jeni konë. Beson Zot e qitë në kome në djast, në jesë të poshtë, në krau në djast, diqka unë nalke. Edhe 3 herë i kom ra rësëm rrëth trupit tem i kom ra, asë njerë s'kom pa, asë gjë s'kom pa.
3 herë kom qitë koma me shku të vërë, 3 herë më ka këthuja. Më folë së më ka folë, ku gjohë. Vetëm më ka këthuj, më ka drejtu ku me shku. Në atë shtëpi dojes ku kom qëndru 9 muaj ditë. Se i keni tash në bo me kocka, atëheri kanë pas me gurë rrugë të shtrumë ata. Kom shku në shtëpi dojes aty, e vetë mja shtëpi pa u kalli ishte. Po hi në borë, për ndigjoj të zonë aty po drumë, të shpidaloj edhe ku shosht më rena aty. Aty kështë e gjeta babën tem djerin, lavën e nonës tem, disa migjallartë nonës, edhe një grue, një gjallit dojes, edhe sodër gjallërtë, po e paralizu në artë. Edhe hina une në atë po drumë aty, une vetë nuk e dishna që shumë. Jo atë ditë, po dhe sot nuk e di vetë që shumë kanë. Vetëm durët e di që i kom pasë. Edhe kom hina po drumë, i kom qëtë dy duart në derë, shu që, po kërkojnë dim unë për atynve. Ata mu mos më njoftë hiq asë një fije. As baba, as vllavi nonës. Po më thaj kush je ti. Kër më thanë mu kush je ti, atyre unë thash punë eme pas ka marë fundë, pas ka kur gjohë për me ema. Edhe u ka ratë fiktë. U kanë qitë uj, daja ishke pak ma jaftë. Baba ju nuk ishke maj, daja ishke maj jaftë. Më kanë këfjellë, thash daja, thash kos a ka. Kishtë në një për para që i thoshin e temperaturën. Më ka përru daja kos, lugën e pare e qitë këtë kur e mirë këtë dytën e përzhitë këtë temperaturë. Kur më ka lytë total, unë e bloku total. S'kom pa më hiqë. Se e ka pjek temperaturat kosin edhe ma. Në kruq që kom najtë i djegon që ashtu që pa kur i farthuja, kur farndime hiqë. 26 mars, 2 apo 3 prill më sa bëj rrenë, që kemi depërtu për Shqipni. Kom najtë pa kur një farndime mjekësore hiqë. Nuk e dhja keni pas rast me taku Milein Ballanica në Kruqës Madhe. Unë atina së nja këthej kur, së nja këthej të mirët atina që mi ka bo muë në atë ko. A i ka riziku jetën e vetë për muë, më qunë në ragafës, me një fshatë më madhanë një dimë parkëshe. Natën. Nuk u kryja e që ka dërste, më ka këthy prapë në atë vend aty, dhe kur ka arë urdhë me shku për Shqipni. Kur ka ardhë urdhë për Shqipni, më thonë, ka ardhë baba e ndjerë, po më thotë, se ishte une veqër ishte, këta pleshtë ishin veqë. Po më thotë mu e baba, tha o birë, tha, pas ka pështu Zotë i shallat pështon të ashtë të gjithje, tha. Tha veç shumë pështirë, tha. Tha shpse, gjdo orë, tha, vinë, tha, sërbë, tha, që na vizitojnë, tha. Ta këshin bo regjistër të pleshtë, që apo shtohet numri, apo mungohet. Dhe më thonë, që pëse shtohet, ka levizjet popullatës, tha. E që ka më bodhë, thash, mu ku më qumë kanë shtinë në rasat specave. Që ose e dini që ka o rasat i specave. Për shkak, më strehupi, si më ka pështu, Zoti më pështu bële të në fund. Temperatura ekstrem. Sa jamja, sa Zotit tëllët, sa i najlonit. Prapë më ka prunë qatë oda aty. Kur ka arë momenti për me shku për Shqipni, baba arë të më thotë, baba sa po thëmë për shku për Shqipni. Unë me babën i kom pas raportë të mira, kur nuk kom i thonë fjallë në dyta. Fjallë tronë, një fjallë. Aty e kom ranu. S'ka shansë, është qava, së më shpartojnë kofini, dhe është natë. Tha po thojnë me bja. Unë ishtë në thuje gati totali pa levizë shumë. S'kishtë në forës asë një fiqë. Edhe këba marë më kanë hypë me një traktor, më kanë strehu në traktor. Haj daj që më kanë strehu më në traktor, e sot është i ndjerë, nuk është gjallë. Aja më kanë brojtë më shumë, se vetëm më ka pas jetë vetëm sikur një pip që pinë sokë, një dalje në gojë, që që, se o ka një mbyllë në kretë. Ujë që pishne, vetëm ujë. Problemin e kishim që të kalim kofinin. Kër kemi më rrinjë kofini, të rrisht lafi alë në i ke. Pitë onës tonë. Po thënë qëtu, po thënë ashtu. Veç e di që kanë shajtë, se ata kanë pas në onën shqiptare gjuhën e parë, fjallën e parë në onën shqiptare, ata kanë pas sërbë me shajtë. Veç në kanë thonë që gjuni tabelet e traktorit, edhe shkoni tha një rojnë, tha Shqipni, tha tjera.
Kur e kom kalu kufinin, në zonën neutrale aty më ka arë një farë letësimi në shpirt. E disha që me pasoja ko me jetë, po në mjekim ko me hije. Dëpërtohu në Shqipni, në Kuks nuk kish ke njeri kush më mështim morën mërënda në spital. Se këtë ta ishim pleq, tronë. Mi qiti zotin një dy të zakat krushës, për punë të veta ata që kanë pas aty, ata më kanë kapë, më kanë shtim mërënda, ma kanë dhonë një dinë parë, që unë s'kom në jasë gjanë s'farë, s'kom në i kur gjë hiq, edhe i thojnë që ky për neve këtu sot veç për Tiranë. Atyre baba e nxerë një taksi e këtë ditë, edhe më qojnë për në spital të ushtërijës. Spital të ushtërijës nuk më pranojnë. Arsyet nuk e di. Thoshin që s'kep kësi raportina. Më qojnë spital të përgjithshëm. Aty kanë fillu një mjeke, ku jam falendros shumë, më kanë këshyrë, me ato mundësit e veta se kanë pasë. Pastrojnë edhe njëherë, kom najtë në Tiranë 2 javë ditë spital. Gojen se kom nalë hiqë. Se kom mujtë që kom folë, që kom në një intervista. Edhe pse kishta probleme shumë me shnetet e me. Që në të jetë botë, në të një botat se qka ka ndodhë. 2 ditë para se më murë 2 javë, unë vinë këta tribunalit Hagës mua. Vinë tribunalit, më thënë, ti tha me mbyllë, tha më gojen. Thash pse? Tha nuk i drejtë, tha me folë, tha, tash natha ndortona, tha e. Thash jo, se gojen se nali, tash në kom me folë. Thash unë e nali gojen, tha në qëfë se më sreoni, thash ju, thash. Vekni, thash, s'kom sigurim këtu, thash. As s'kom shërim, as s'kom sigurim. Po më thojnë mua, ti me në dhonë se dëshmin, thë një mas pari, tha në të qyrim, thash unë s'pranojshna. Po prapë se prapë ata bonën vetën. Edhe dytyrove jo dhash unë dëshmin, kur të bëhet sa 2 ditë sa na vinë, thatë, që i kemi, thatë, të secionet e tëna ku duhet me folë, ku duhet me marrë vesh. Edhe, kur të bëhet 2 ditë, vinë ata, qatë ditë e mu më vishin thëmija dhe nona, Ermetlia me më vizitu. Se shoqe me që kishtë aty, unë shëbeki shoqja, mas 5 dite që këmë bërë në spital Tiranës, unë ka shoqja. Edhe, ku dushta me shku, tha, po më thënë. Po ishtë në menë, ku me shku, mu ishtë me shku në Amerikë në atë kohë, po dhe ishtë në largë, thash në Zvicër. Sa do ka miqë, ka tonarë, se di që ka me shku për të dure gatë me mua. Edhe, thash Zvicër, okej. Më kanë marrë, më kanë vesh, për fatë mirë, thëmija në erdhën, thëmija më vizituan. 10 minuta zja kanë lajë thëmija me mua, ja. Më kanë vesh, me kërë vetin në aeroplanë rinas, direkt për Ciri, Zvicër. Atje kom qëndruhe 16 muaj në spital në Zvicër. O 16 muaj për unën në Prizren. Sa atjerë në Prizren e to ishem, tash kom marrë në fshatë.